Në ditën e 23 të protestës, lideri i opozitës Lulzim Basha zgjodhi të bashkëbisedonte me artist, i frymëzuar edhe nga punimet e Bujar Kapexhiut. Basha i cilësoi ndryshimet në qeveri si karikatur. Ajo që po ndodh pak metra që kthej është në fakt një karikatur, por jo nga këto të Bujar Kapexhiut. Është një karikatur e shëmtuar e të vetë quajturës rilindje. Për liderin demokrat nuk mjafton largimi i Sajmir Tahirit dhe as ministrave të tjerë. Ai që duhet të ikë sipas Bashës është kryeministri. Ne nuk jemi mbledhur këtu as për koka turku, as për koka kecash, as për koka delesh. Nuk jemi mbledhur që Padrino të shkarkoj shërbëtorët e tij. Nuk jemi këtu për shërbëtorët e Edi Ramës. 1, 2, 3, 4, 14 po të doj, leti shkarkoj të gjithë, kjo lëvizje do të qëndroj e do të fuqizohet deri në largimin e Padrinos. Në fjalën që mbajti para mbështetësve të opozitës, Lulzim Basha e bëri të qartë se protesta do të vazhdojë. Çdo trup, çdo manovër për t'i hedhur hi syve shqiptarëve, për t'ju dhënë sapunin për djath, apo tahirin për ram, është e pa pranueshme. Protesta vazhdon e do të vazhdoj deri në largimin e Edi Ramës. Basha e mbylli fjalën e tij duke deklaruar se mbështetësit në çadrën e protestës janë gati të japin gjithçka për një Shqipëri ndryshe.